Në një rrugicë të vjetër të Krujës, mes zhurmës së çekiçve dhe aromës së lëkurës, qëndron ende një punishte e vogël, ku koha duket se ka ndalur. Aty gjejmë Xhinezirin, i cili për pak ditë mbush 80 vjeç. Prej më shumë se 60 vitesh, ai ushtron me pasion zanatin e këpucarit, një profesion që dikur e ushtronin 10 vet në këtë qytet, por sot po shuhet dal nga dal. Xhineziri jam, lindur banues në Krujë gjithmonë. Vjeç jam 80 pa 2 muaj. Unë jam, po të kallëzoj, qysh moshën 18 vjeç ja kam fillu, kam nejt në ka qenë nërmarrje artizanat. E në kam nejt një vit në zonës në ekonomi me pagesë i 1200 lek në mujt. Ka qenë. E në si dula, mësë në mura zanatin komplet, kërko bojshin prodhim u pingash, si do mos u pinga harari. Këta u pinga i preferujshin Kruja jashtë mose. 18 vjeç kam qenë, deri ditë në sërshme, pa unal as i ditë, vetëm kur kina pas në i qëka, në i vizit, ose në i grip, që rrishim shpise, hakoma jam punë. E në nuk kam men me elon punën deri sa të mlojnë shnetja vetë. Unë këtë profesion, si që thash, herën e parë në zonës në ekonomi, pastaj kam punu me Shamil Emirin në Derecik. Kam vjedh direkt nga ustaj i vjedhër, Shamil Emiri. Kam nejt me te një 5-6 vjetë, kemi punu regullisht, puna në kanda, e në bërë qaves kemi kalu. Profesion ka qenë jashtëzakonisht i mirë, një patashti ka fillu mu eliminu se ka ndryshu koha. Si që ka qenë koha, të shte ka përparu ma mirë. Në fakt kanë qenë këpos që rezistën të shumë, për ne kishte punë bëllaj. Të shte ka ndryshu modelet e këpos, përdorin ma të ebra atlete, e në hina këthe të shte në ne duke bo shërbim në këpos atlete. Neziri tregon se në të kaluarën, kërkesat ishin të shumta, jo vetëm nga qytetarët e Krujës, por dhe nga fshatrat përreth. Ai kujton me nostalgji kohën kur kryetanët porosisnin opingat me llastik, këpucë të punuara me goma makinash, që ishin simboli qëndrueshmërisë dhe mjeshtërisë popullore. Punizim në gamëve gjithmonë mlaq dhe më sëmetoj kina marë. Sëmetoj e të shtenë shpërdoj gjitha nejnë. Shqyët lëndë e parë gama. Pastaj filla peni, filla dylli, filla gjelpona dhe mëseri, e në haku ponës i përdër fshati. Për bujësin, për blektërin, sigurisht sidomos për bele për kazëm, këta janë jashtëzakonisht forta. Për arsye se rezistë gome ato mjetit e makinës. Në punishten e tij të vogël, e cila mban ende aromën e lëkurës dhe kujtimeve të dekadave të kaluara, Haxhiu punon çdo ditë bashkë me të birin, të cilit ja ka trashëguar këtë profesion. Traditë e kretonëve ka qenë gjithmonë me punë me porosi, sidomos këpusa në Krujë ka qenë vesh gjithmonë me porosi. Kjo traditë, unë dita që vja unë shtu eliminu fare, vetëm se ne në ka një të shtë shërbimet e poplit. Keqëm vje për arsye se nuk dul në i këpucar përveç djalite me përdër këtë zanat, për arsye se e ne i përtejnë tritë sërqëm. Nuk e bëjnë me ashtro zanat në vjetër. Ky zanat mu më ka mojtë gjallë. Kam ndërdu shpinë, kam martu fëmit, i kam bërë qaves me fëmi marë. Të shte në vetë, plisnin, akoma jem të abo, po me këtë zanat. Dhe nuk më le shpirti me lanë, pa më lanë shnetja. Në Krujë, Xhineziri dhe djali i tij janë të vetmit këpucar që vazhdojnë ende këtë zanat, në një kohë kur tregu është pushtuar nga prodhimet industriale
punishtet artizanale si kjo e Haxhiut janë bërë të ralla, por mbeten një copë historie e gjallë e qytetit të Krujës. Zanatet e vjetra po shuhen një nga një, por në këndin e tij të vogël, mes veglave të punës dhe kujtimeve të viteve, Haxhi Neziri vazhdon të punojë me të njëjtin përkushtim si dikur, si për të na kujtuar se tradita nuk vdes, për sa kohë ka duar që punojnë dhe zemër që e dashuron atë profesion.